Të vish në vendlindje merr gjithë oksigjenin e jetës tate. Dhe për këtë unë dua të falenderoj faqen Udhtojmë në Librazh, bashkë me zotrin që për momentin nuk don të identifikohet. Unë e falenderoj jashmase që më mundsoi të bëja diçka për fshatin tim Letëm. Letmi është një fshat me tradita, një fshat me histori, një fshat i përmendur në gjithë kohrat e historisë së tij. Unë do ta falenderoj dhe më tej gjatë filmimeve që të bëj për gjithë fshatin, mundsuar nga faqja Udhtojmë në Librazh, do të flas që për gjithë historinë dhe vendet, toponimet e fshatit tim të lindje. Ju uroj gjithë të mirat, besoj që do më ndiqni me vëmendje dhe pres në çdo moment vlerësimet tuaja. Faleminderit. Këtu jemi në vendin e quajtur Kisha e Mhallës së Sipërme, një vend që është shumë i përmendur në historinë e fshatit Letëm. Këtu ndodhet dhe lapidari i dëshmorit Hajdar Kullati, i cili ka dhënë jetën për lirinë e Dheut. Një emër që ne për çdo vit që kur kam qenë fëmijë vinim kurora me lule të shkollë në këtë vend. Unë do doja të përmendja të gjithë fshatrat, lagjet e fshatit Letëm, është pamundur që ta ndjekësh dronin në çdo lagje. Aty kur kemi të mundur, aty do ta ndjekim. Vazhdojmë më tej, shkojmë tek nga Kisha e Mhallës së Sipërme, ka ngel vetëm pak vend, më tej janë varrezat më të vjetër të fshatit Letëm. Madje ka dhe varet në gurën e tyre të shkruar në gjuhën turke. Këtë vëshëre ka gurë tek tut të mureve të kishës, dhe po tesh pak më tej ka ngelur vetëm një vend i veçantë që është e gërmuar, që thonë që është vendi ku ka qenë e ndërtuar kisha e vjetër. Në këtu pastaj fillojnë varrezat e vjetra të fshatit Letëm, që janë të shumë të hershme dhe të shënuara në gurët në pllakat e gurëve, është shënuar emri dhe viti i duke parë gjithë ta varreza shumë të vjetra, mbas edhe të rënuara disa. Për momentin, akoma 400 tim. Nuk di të tjerët anash, kush janë, nuk po i lexoj dot, por lexoj vetëm njërin që është 400 në mes. Kjo është historia e fshatit Letëm. Mund t'i ruajmë, brez pas brezi, të një ditë do të kujtohemi dhe do na tregoj që ky fshat ka histori. Shkolla, unë kam qenë zënët nga klasa e parë. Kjo ndërtesë, një pjesë ndërtesës, ato të rënuar tërësisht. Kam nostalgji, por kam dhe frikën e madhe. Sepse te këto gurë kam përplasur duar çdo ku isha fëmijë. E ndi në shpirt më në vetë. Pas vizitës që bëra në shkollën poshtë tek xhamia ku nisa si fëmijë që shkollën fillore që nga klasa e parë, nuk mund të rrinja pa ardhur dhe tek shkolla këtu në Letëm, shkolla ku unë fillova punën si në Simranës. Kam nostalgji, emocion, sa të duash. Po shoh vetë që këtu të ndërtuar nga djem e Letmi dhe Koshorishi. Sa bukur. Ju faleminderit djem. Bukur. Ja, këtu ishte drejtoria e shkollës. Salla e mësuesve. Klasat në radhë, në të ndërtate. Tu dhash për disa vite në si. Po pa mbështetjen e stafit të faqes Udhtojmë në Librazh nuk mund ta realizoja këtë. Ja, e bori shkollës ku ne nxënësit rreshtohej dhe ne mësuesit ishim aty, shohim këtu poshtë. Të mbara në parcela, sipas ekipeve sportive, volejbolli, basketbolli, paralelet dhe poshtë në doskotok futbolli, ku nxënësit argëtoheshin dhe kryenin lëndën e edukimit fizik nga mësues të ndryshëm që sot i takoj edhe në Tiranë. Po pse mos e kapozë një kumbull këtu në oborin e shkollës time? Ndodhet tek xhamia e Letmit, e fshatit Letëm, ndërtuar në vitin 1470, rindërtuar me kontributin e fshatit në vitin 2003. Një realizim shumë i bukur, nostalgjik për këtë.
vetëm në xhaminë e vetë. Takoj bujar Dobrën, Kanë punime me ne. që nga të bërë punimet, unë ju falenderoj shumë për të mirëmbajtje, për ndërtimin e saj që do të një xhami shekullore. Unë ju falenderoj jashtëmase. Falenderoj nga Dim që kanë kontribuar për të filmin, kanë kontribuar Dim të shëshet Kullafit, Sënuni, Jazimi, Edhe Sefa. edhe djali Nisë Kullaf. i Kullafit, Zari, edhe vllazët e mirë. Sasora i Trizdobrës. Zoti ju shpërblet. E sa Mua ndihmë. kemi bërë diçka shumë të bukur. Xhamia e Letnit e ndërtuar në vitin 1470 dhe rindërtuar në vitin 2003 nga banorët e fshatit. Këto banorë që në këtë tempull i drejtohen Zotit, për ruajnë atë dhe dashurinë e tyre për simbolin kombëtar atë dhe shqipërinë. Ju falenderoj. Ka pas shtëpi në re, ku jetova për disa vite. Shtëpi që sot nuk janë as fëmetet. Nuk më duket të çuditë se kështu ndodha vit pas viti, të gjithë ngarkon të gjithë ikëm, po lam shtëpinë e vjetër dhe shtëpinë e re. Ka pas shtëpi, xhamia dhe shkolla, kam mësuar dhe